Zoti Kurti politikisht nuk ka arritur do të japi një përgjigje themi këtij niveli edhe kaq etik dhe kaq publik Serbisë. Por gjithsesi do të themi që në një anë ai arriti që ta menaxhojë nëpërmjet pushtetit të vet elektoratin dhe ta sjellë aty ku ai donte. Do të jemi realist. Pra, fakti që ai e mbajti me thoj karrigën e kryeministit në detyrë, jashtë detyrës, në për detyrë. Bëri çfarë deshi me institucione. E bëri çdo gjë për. Po pyetja më bën vetëm është kjo që ai fitoi, se ne këtë gjë e kemi edhe në Shqipëri për 35 vjetësh. Po. Pra, në çdo pajisje themi bravo, sa ja futi këtij aty tjetër. Problemi është sa ja fut vendit tënd. Shiko tani, ai se tu ndahet një politikan tranzicioni nga një politikan modern. Puna është si ka thënë përparim Rama, më mirë ta humbun ndeshjen time, edhe ta fitoj ekipi Shqipëri. Po le të fitoj Shqipëria ndeshjen e futbollit. Pra, këtu është ndryshimi midis një patriotit vërtet dhe një politikani nacionalist. Pastaj këtu ndajemi te nacionalist apo pragmatist apo mund t'ia vësh fituar. Ka përshtypjen që ai përveç se e di gjuhën serbe të Vučićit, ai po lexon edhe gjuhën politike, stilin e sjelljes së Vučićit, se si Vučić arrin të mbahet në pushtet, edhe duke përdorur mediat, edhe duke shtypur shoqërinë civile, edhe duke kontrolluar ekonominë, edhe duke kontrolluar zgjedhjet. Nuk është një rastësi kjo, sepse po të flasim për vlera demokratike, nuk do ishte në konfrontim me Bashkimin Evropian që i thotë që je izoluar dhe nuk do të takohet, pra kryeministri i Kosovës nuk duhet të takohet. Është takuar Rugova në kushte inexistente, është takuar nga faktorë ndërkombëtar, janë takuar krerët e UÇK-s në kohë lufte, kur kërciste lufta në mes Kosovës, edhe ata takoheshin nëpër kancelari perëndimore. Si ka mundësi që ka ardhur Kosova në kushtet që kreu i shtetit, i qeverisë, ai është më kryesori, refuzohet edhe këto. Edhe refuzohet pastaj në mënyrë të përsëritur dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një fitore e Pirros në një farë mënyre, sepse kjo nuk i garanton Kosovës një vijshmëri të reformave, të zhvillimit ekonomik, të integrimit, të njohjeve dhe të afrimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush po pyet nëse do bëj dialog me Serbinë apo jo? Problemi është cili është dialogu i Kosovës me Shtetet e Bashkuara, një dialog i cili është ndaluar një anshmërisht. Dhe kjo është më e dhimbshme se sa mungesa e dialogut, sepse për të dialoguar me Serbinë, ai mund të rrijë edhe 50 vjet mos dialogoj, punë e madhe. Rëndësi ka që me partnerët ndërkombëtar, me ato që e kanë bërë Kosovën, ku është zoti Kurti dhe ku është politika e tij. Po ja falim edhe, ose po ja amnistojmë emocionalisht edhe çështjen e raporteve me Shqipërinë. Po ja konsiderojmë raporte emocionale edhe ka një breng shpirtërore. Po problemi është në raport me ato që kanë investuar për shtetin e Kosovës. Problemi është që mos mbajmë më faturë më të rëndë dhe se penalizohet Kosova. E shikoni çfarë fuqie kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndërhyrjen të paktën është përhyrja më serioze. Jo, është kjo Skënderi do qeshi, po është ndërhyrja më serioze ndonjëherë për të arritur një paqe afatgjatë. Se ka patur gjithmonë. Edhe nuk ka ndodhur që një president amerikan të shkojë në të dyja kampet e konfliktit brenda një dite dhe të firmosë marrëveshje. Dhe me shumë gjazë shkojë edhe në Gazë. Dhe të mirëpritet nga të Sharm el Sheikh nuk është kamp konflikti. Është një orë larg. Një orë larg është tokë, është zakonisht është vend resortesh. Po them përfaqësues. Pamja historike është pjesë e tokës së shenjtë. Nuk është Palestinë. Jo. Pamja historike Mali Sinajit është pjesë e tokës së shenjtë. Fal, nuk e thash në kuptimin gjeografik, e thash në kuptimin e palëve në konflikt. Jo, thjesht ju ftoj mos bijem në hiperbolën e vet. Po, ajo duheshim pritur 3000 vite që të vinim këtu. Kjo është pak si tepër. Jo, desha të them vetëm kaq. Ajo toka shenjtë ka pak aq shumë sa nuk ngeli tani Donald Trumpi të vëkam. E kam tjetër kun, e di se kalojmë tek është një temë më vet ajo, po Armenia me penalizimin e gjëra me konsiderohet, është i penalizohet. Desha të them vetëm përpjekje shumë serioze, mund edhe mos arrijë. Ti po i kthen, domethënë ti po tallesh me një superfuqi e cila dikton paqen dhe po bën diçka konkrete në lindjen e mesme ku për hir të vërtetës nuk ka ndodhur një gjë konkrete deri tani. Hera e parë që shohim ja konkret. Por ata kanë bërë Kosovën shtet. Dhe prandaj po them që Albin Kurti dhe të tjerë ta kenë parasysh. Ti linim, po natyrisht Sokoli është i zotit studios, që ti linim një minutazh sado të vogël kësaj punës marrëveshjes. Po nëse mund të them vetëm një fjalë. Ajo marrëveshja sa po arritur. Situata në Izrael dhe në lindjen e situata një gjë. Kjo situatë e Trumpit në lindjen e mesme rezonon jashtëzakonisht shumë me Kosovën.
Dhe nëse nuk e lexojnë politikanët e Kosovës, nesër do t'jenë tmerrsisht të vonuar. Dhe kjo që ka ndodhur në Kosovë me këtë rezultat nuk çon kurkun. Kjo të çon pikërisht në një gjendje të amull të përsëri, çfarë do të krijojë larg qoftë atë situatë që ishte në lindjen e mesme përpara se shkonte Trump. Nuk besoj që kanë krahasim, dhe nuk besoj që amerikanët do ta lejojnë ndodhi atë. Konfliktet kanë kudo krahasim. Duhet shkojnë publicitet. Zoti Çeku tha që Kurti sërish arriti të bind votuesit e Kosovës. Arriti vërtet? A thonë shifrat këtë? Dhe kjo është e para. Dhe e dyta, a risjell kjo një ridimensionim të rolit të Tiranës në punët e shqiptarëve në Ballkan? Për këtë më herë pas publicitetit.